Boksieri Amarildo Bakaj ka befasuar të gjithë duke njoftuar pensionimin nga boksi në moshën 26 vjeçare. Bakaj, që kishte një rekord si i pamposhtur, tash në një periudhë kërkonte një përballje me boksieri numër 1 të botës në kategorinë e tij, Ben Whittaker. Megjithatë, ky fundit as nuk e konsideronte. Ai përmes një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar të gjithë tifozët se shkak i mungesës së sponsorëve nuk po arrin të përballet me boksierët e tjerë, prandaj dhe ka vendosur t'i varë orezat. Sot ndaj me ju dorëheqjen time nga boksi, e di që një pjesë e madhe do të mërziten dhe një pjesë do të gëzohen, që këtë rjerësime nuk mbaj mend që të kam derdhur lot gëzimi. I dini shumë mirë sa janë munduar të ma prishin emrin duke folur keq për mua, sepse kanë parë që kam talentet e mund të arrij shumë lart. Tani rrini të qetë, mos ma helmoni më zemrën. Shumica kanë menduar se po kërkoja famë kur ju kërkoja ndeshje si Ben Whittaker dhe të tjerë. Ata s'më kanë frikë, thjesht për të më pranuar ndeshjen. Boksierët me emër duhet të kem disa sponsor në anën time, që atë shumë që ata e kërkojnë t'ua ofrojnë. Boksierët në Angli dhe SBA janë të fortë, jo se kanë më shumë zemër apo forcë se ne shqiptarët, por atyre u paguan trajnerët më të mirë, biznesmenët u ofrohen si sponsor. Ata janë patriot në sport dhe ne jemi në TikTok. Tek ne nuk funksionon kjo gjë. Thjesht kemi lindur të vuajmë si popull, ëndrat tona janë dalur gjithmonë në rrugë. E kam fajin vetë sepse duke u prezantuar si patriot me zemër që jam, su hyra kurrë në zemër të huajve. Mos u fut kështu i veshur në ring, më thoshin promotorët e huaj. Mos fol vetëm shqip, më thoshin, se po ja rritet të njohin të huajt, atëherë ja dole, bën kontratë me ne. Unë jo, vetëm shqiptar, duke menduar se edhe si shqiptar i vërtet i pashitur të t'ja dalë. Por bash shqiptarët e mi u munduan të ma pinë dhe gjakun, u kanë interesuar vetëm xhepat e tyre. Jam 26 vjeç, në moshën më të mirë për boks, por është më i lodhur shpirti, s'mundem më. Duhet ta pranoj, kam lindur në vendin e gabuar, edhe pse i mërzitur e disa gabime kemi si shtet dhe si popull, por nuk ju dal dot kundër. Deri në vdekje shqiptar, patriot me zemër. Zoti i kaq kishte shkruar për mua, do të më mungoni shumë. Faleminderit për çdo të mirë dhe të keqe. Ju dua, shkruan boksieri shqiptar.